ruhemi, mbrohemi dhe çlirohemi nga frika ndaj njerëzve. Nuk kemi nevojë me u friksu njerëzve kur. Absolutisht jo. Edhe kur sulmohemi, edhe kur na bëhet padrejtësi, qoftë në nivel individual, personal, apo në nivel kolektiv, shoqëror, ne kur nuk duhet të fiksohemi, absolutisht. Njerëz sikur se ne, nga mishit e gjaku. E sidomos nuk duhet të fiksohemi shejtanëve. Për arsye se ata janë edhe më të pafuqishëm se njerëzit. Ndonë se i kanë disa karakteristika që dallojnë për njerëzve, por në brendinë e tyre, në shpirtin e tyre, ata janë frikacak më të mëdha që ekzistojnë. Mjafton një tekbir Allahu Akbar, shejtanin më të madh është me kilometra larg. Kur thirr azani, thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, momentin që fillon ezani me thirr, shejtant ikin me kilometra derisa nuk e dëgjojnë më ezanin. S'mund me përballu. Kur kryet ezani, kthehet. Momentin që fillon ikameti, prap tekbiret, Allahu Akbar, ikin prap, derisa nuk e ndjejnë më dhimbjen e tekbirave. Kur kryet edhe ikameti, kthehen prap. Shikoni sa dopt janë ata. Pak disa ajete kuranore, një elham mja këndu shejtanëve dridhen, e shumë për tyre edhe digjen. Nuk mund me përballu. Kaq dopt janë. Ama ti merr i knoj disa devijume për njerëzve. Këtë Kurani knoja, shajsjele. Ditë e natë knoj shajsjele. Të më doni insani di me konë ma i keqë se shejtani.